Ka kisha në Afrikë në fakt, edhe kisha në vende të tjera kur nuk kanë një ndërtesë që të mlidhen së bashku të adhurojnë Zotin, por adhurojnë Zotin poshtë një të pemës. Ka kisha që nuk kanë Bibla, nuk e kanë mundësinë ekonomike, nuk u lejohet që të kenë një Bibël. Përsëri e gjejnë mundësi. Kurse neve kemi Bibla në letër, kemi Bibla elektronike, kemi shumë përkthime, edhe përsëri neve ankohemi. Ne nuk gjejmë kohë që të adhurojmë Perëndin. Ne nuk gjejmë dot kohë që t'i përkushtohemi Perëndisë. Thuar është që njerëzit kanë nevojë për njëri tjetrin, njerëzit kanë nevojë kur shikojnë besimtar që e vendosin fjalën e Perëndisë në praktikë. Pali kishte fuqinë shëruese që të shëronte të tjerët. Por në letrat e tij neve lexojmë që ai ka nevojë për besimtarë. Ka nevojë që të shikojë, ka nevojë që të dëgjojë, që të tjerët po vazhdojnë në Zotin dhe po e jetojnë jetën e tyre për Zotin. Ka nevojë për këtë lloj urajimi, ka nevojë për këtë lloj ushqimi. Secili prej nesh ka. Mos na shkoj në mend që neve jemi të fortë, neve mund të vimë herës tjetër, neve i qëndrojmë të fortë problemeve, shqetësimeve, edhe duke mos e larguar besimin tek Perëndia. Por në fakt është sa më shumë kohë neve shpenzojmë larg fjalës Perëndisë, larg kohës në lutje, aq më shumë ne largohemi nga Perëndia, aq më të shkret bëhet shpirtërisht.